Lanaku, banori i lagjes nr. 8, dhe kemi çështjen për prishjen e shtëpive. Ne nuk kemi mundësi për blerje tjetër, me atë çmim që ka vendosur bashkia. Shteti duhet marrë masa, na sistemojmë me shtëpi, nuk duam gjë tjetër, sa metro kemi në certifikat pronësie, na hapin çelëzat e shtëpisë dhe dakord jemi se shteti nëse ka zgjidhjet e veta le t'i bëj. Ne këtë kërkojmë. Ju thatë që lista është afishuar vetëm një ditë. Ku është afishuar? Si jeni njoftuar? E kishte nxjerr goca e kishte parë në shtëpi dhe më thot babi tha ka nxjerr bashkia tha. Kishte nxjerr dhe emrat, jo të gjithë. Po se nuk e din të tjerët. Nuk e din. Edhe unë nuk e dija goca. Nuk ka nga komuna, nga bashkia. Nga bashkia e kishte nxjerr listën para. Nga bashkia se ka ardhur dikush që t'ju kontaktoi dhe t'ju Jo, e kishte nxjerr portali bashkisë. Portali bashkisë kishte nxjerr, domethënë listë paraprake dhe çmimi ishte 867 më duket. Me këtë i bie 42 milion. Çmimi i tregu tani dhomë kuzhim i bie 65 është e pakta. I bie që të vëmë edhe 25 milion. Nuk kemi mundësi. Po dhe si ishte mënyra e pagesës? Me tre kiste. Do thëmë se ku do të rini ju gjatë gjithë kësaj kohë? Ne nuk e përballojmë dot. Ju lutem, shiheni. Kjo është pastaj atëherë. Disa nga familjarët të lagja të rruga Hajdar Demiri, disa nga ato kanë hyrë në internet dhe kanë gjetë një listë ku thonë që pallate 2 kaçe, rruga që shkon për Curila, do të shemen dhe njerëzit duhet lirojnë shtëpiat. Kemi marrë vesh se do zgjerohet rruga aktuale është dhe ata do të bëjnë zgjerim nga shtëpiat përballë që janë shtëpia tulta. U kanë shku njerëzve atje dhe u kanë marrë nga 3 metra, kanë bërë shenja. Atëherë kjo rrugë sa metra do të bëhet se tash duan të shemin dhe pallatet që janë aty aktual. Pallatet janë në vit të dytë, janë pas shtëpiave? Po, janë atëherë rruga është në mes, nga një anë janë pallatet, nga një anë janë shtëpitë e ulta. Kanë thënë që do të lirohet, do të zgjerohet pa kjo rrugë dhe do të marrin shtëpiave tulta. Atëherë ç'a kuptimin ka për të marrë dhe pallatet tash për të shem? Nëse ta duhet të ecin, bëjnë gjëra të reja, nuk kemi kundër. Po të nxjerrësh njerëzit, pensionistë apo me fëmijë, të nxjerrësh në rrugë e ti thush që merrni këto lek, nuk e di sa e kanë vendosur të çmime, 42 milion në një kohë që Durrësi ka arrit çmime stratosferike. Duam shtëpi. Nëse do të na marrin shtëpinë, na japin shtëpi ku do ta vendosi bashkia, nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi. Njerëzit nuk kanë ku të shkojnë. Një familje me 2 pensionistë që marrin 200.000 lekë nga ky shteti jon i ndritur që na do kaq shumë, pretendon që këta pensionistë blejnë një shtëpi tjetër të fusin edhe 40 apo 50.000 euro më tepër. Mund të shkojnë janë 6-7 pallate, janë vërtet 2 kaçe dhe kanë nga 6 familje për pallat. Atëherë nëse këta do të bëjnë pallat, nuk bëhet nami se nëse ta bëjnë 4, le ta bëjnë 5 ato pallat dhe të fusin njerëzit prapë aty ku janë. Faleminderit. Çfarë rrugë të bëhet? Rruga ligë drejt dyqani? E s'ka më, ta janë gjithë pallate. Ne filmë të tyre. Ta janë gjithë dotët, gjithë korruptum. Filloi me qeveri me gjithë, që ai sprat zyrë, zonë këto që nuk ta shef sorrati. Vinë dhe, sa asë lloj njoftimi. Vinë ditë të punët për shtëpi, si për shtëpi. Ku do shkoj? Sot dhe në Këshilli Bashkiak miratohet lista e shpronsimeve, ndërkohë ju keni marrë një njoftim? Absolutisht. Edhe telefonin, asnjë. Lista ka ndëtur një ditë edhe të nesër në sheqë. Vetëm që ka telefonin. Dy xherëm ka vujë falshmimi, rrejnë mashtrojnë, se rruga nuk bëhet, rruga e pallatit më e panësh, ka nuk prishin. Kjo më shtet të bëj pallate. A ju jeni të titi? Do të prishin për rrugën, ose bë pallatin të prishin. Letër për prishje të ka ardhur, letër për prishje. Po pra, aty që tha nëna, i ka ardhur në njërit prej jush ajo? Se ta jap ta hapën. Ti ka gjë që teto. Maria. Ai këtu di. Policia, na kuptoni se për
Në parkarriget shofë e tragjishmia më burë, nuk kanë një. Po lutnis që nuk janë gjithë do. Macchina se non serve a vedono niente i tuoi protesti. A ju jeni të titi? Kemi plotësuar Ne prishim për rrugën, ose bë pallatin prishim. Letër për prishje të ka ardhur, letër për prishje. Po pra, atë që tha nëna, i ka ardhur në njërit prej jush ajo? Se ta jap ta hapën. Ti ka lagjo, ti ka teta. Maria. A je këtu ti? Polizia, na kuptoni se për gjysore nuk bëhet çameti, na presin dur sakët ne. Gjysore, ju lutem, na kuptoni. A keni familje, a keni shtëpi, a keni fëmijë? Se do në rrugë. Po shohni. Ju voli Miriana në nevojë, se ka vit, po ke shtëpia do i keni Miriana patroni. A ju jeni të titi? kemi plotësuar Ne prishim për rrugën, ose bë pallatin prishim. Letër për prishje të ka ardhur, letër për prishje. Po pra, atë që tha nëna, i ka ardhur në njërit prej jush ajo? Se ta jap ta hapën. Ti ka lagjo, ti ka teta. Maria. A je këtu ti?